Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri të emisionit të Pasditës Imazh. Do të jemi vetëm në pjesën e parë të imazhit, sepse në orat 18 do të ketë transmetim të drejt për epopejën e UÇK-s. Nesër do të flasim për arsim, respektivisht do t'i paraprim ditës së mësuesit, që është nesër. Do të flasim në përgjithësi për gjendjen e arsimit në Kosovë, ashtu në studio kemi të ftuar edhe Beq Met Tahiraj, arsimtar i matematikës në shkollën e mesme teknike Tafil Kasumaj në Deçan, i cili sot mori çmimin vjetor Shaban Jashari për mësimdhënësin e dalluar të vitit. Mirë se erdhe, arsimtar, faleminderit për prezencën. Mirë se gjeta. Po ashtu kemi të ftuar edhe Rahman Jashari nga Sindikata e Pavarur e Arsimit. Mirë se erdhe, zotri Jashari. Faleminderit për ftesën, mirë se gjej. Si dhe zonja Mimoza Hasani Plana nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Mirë se erdhe, zonja Mimoza, faleminderit për prezencën. Faleminderit. Po nisim me arsimtarin fillimisht, sepse besoj që ka qenë një ditë e mirë sot për juve, pas 40 vitesh në arsim. Keni marrë një mirënjohje, çmimin vjetor Shaban Jashari, çfarë do thotë për ju, sepse po lidhet edhe me epopejën e UÇK-s? Kjo mirënjohje, me të thënë drejtën, nuk e kom prit, mirë po pas një pune 40 vjeçare si state ju, është një nxitje e madhe, një çmim për mu, një çmim shumë i rëndësishëm, që edhe në këtë fund të karrierës, të punë deri në vdekje. Është një motivim, besoj, me nxënësit. Po vazhdoj me zonjën Mimoza. Nesër është 7 marsi, është një ditë shumë e rëndësishme për të gjithë shqiptarët. Nëse flasim për mësimdhënësit, sot ju keni ndarë çmime si Ministri i Arsimit, është çmim vjetor, janë një hap edhe mirënjohje të tjera për mësimdhënës të tjerë. Në çfarë pozite po i gjen dita 7 marsit 2017 mësimdhënësit Kosovë? Faleminderit fitore. Sigurisht që 7 marsi është një ditë shumë e rëndësishme për arsimin Kosovë, duke pas parasysh që Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është institucioni më i lartë i arsimit në vend, atëherë dhe lidhja e saj me këtë datë historike për popullin shqiptar në përgjithësi është shumë e ngushtë. Nëse e shohim në vështrimin historik, kjo datë na kujton shkollën e parë shqipe ose mësojtorën e parë në vitin 1887, e cila u hap në Korçë. Prandaj është shumë e rëndësishme si datë për arsye se kjo ishte një fitore e madhe e popullit shqiptar në përgjithësi, e në veçanti e gjuhës shqipe dhe arsimit shqip, duke pas parasysh që deri në atë kohë mësimi në gjuhën shqipe zhvilloi fshehur azi nëpër shtëpi. Ndërkaq në vitin 1912, kur dhe pavarësohet Shqipëria dhe një pjesë e madhe e territorit të saj mbetet jashtë kufive të tyre, historia tani përsëritet. Prandaj, në Kosovë ka qenë edhe një fazë tjetër e sundimit kur mësimi është kthyer dhe zhvilluar në shtëpi shkolla. Dhe nëse e shohim në këtë këndvështrim historik, atëherë sot 7 marsi neve na gjen një situatë shumë të mirë. Së pari, mësimdhënësit tani janë duke punuar në kushte lirie. Ata janë të avancuar profesionalisht, mirë po edhe statusi i tyre ekonomik është më i mirë krahasuar me vitet paraprake. Ne jemi dëshmitar që Kosova tërësi nuk është në një gjendje të mirë ekonomike, ndërkaq edhe statusi mësimdhënësve varet shumë ngushtë është i lidhur me zhvillimin ekonomik të Kosovës. Prandaj synimi ynë nuk është kjo gjendje që është tani. Megjithatë, kjo varet edhe nga zhvillimi i tërësishëm sociopolitik dhe ekonomik i vendit. Po, dhe me siguri që te pozita e mësimdhënësve do të ndërhyjë edhe zotri Jashari, sepse përfaqëson interesat e mësimdhënësve në Kosovë. Ne e dimë, zotri Jashari, që në kohë të vështira mësimdhënësit kanë dhënë përgjigjen e tyre, vazhdojnë ta japin edhe sot. Dhe është pjesa ndoshta më e rëndësishme e kësaj shoqërie. Ju kemi jep mirënjohjen e duhur këtyre njerëzve të cilët dikur as nuk e kanë kërkuar, por e kanë realizuar sepse kanë pasur një ideal përpara. Po t'ju themi të vërtetën, pasi që është atmosferë feste, pastaj është edhe jemi në kuadër të epopejës UÇK-s. Mbasi në emisionin tuaj që do të flasim vetëm për gjërat e mira, unë në emrin të së bashkut kam nderin që ta përgëzoj kolegun ton që mori një titull meritor me emrin e madh edhe të mësuesit pa dëshmorit kombit, Shaban Jashari, e pashtu i përgëzoj mësimdhënësit të Kosovës dhe u avaroj këtë ditë. Në pyetjen tuaj se cili është momenti apo pozicioni tani, shemi mësimdhënësit Kosovës, e tha dhe zonja nga Mashti, mësimdhënësit Kosovës krahasuar me vitet e kaluara është në një pozitë më të mirë. Kjo do të thotë se në të ardhmen do të jetë edhe në pozicion edhe më të mirë, qoftë material, po edhe pozita ti në shoqëri do të jetë në pozitë më meritore.
Ajo që e thatë ju, ne kemi filluar festën e 7 marsit të shtunden, edhe të gjithë mencionuesit e pensionuar nga marsi i vitit kaluar në këtë marsin e tani, i kemi shpërblyer me nga një orë dore dhe me njohje. Këtë orë dore jo thjesht si një mekanizëm që ma të kohën, por si një kujtes që ata kur e shiqojnë atë orë me emrin bashkë, ju kujtohet zilja shkollës dhe ju kujtohen vitet, po them vitet, e tha zonja nga mashti, Arsimi Shqip ka vite historike të veçanta, po për ne gjeneratën tonë base vitet ma historike të Kosovës janë vitet e 90-ta, kur mësim lëndësi i organizuar në lidhet arsimtarë shqiptarë, në zbashk, po edhe përmes aktivit drejtërve, i tha jo pushtuesit dhe krijoi një sistem të mirëfillt të arsimor, edhe zbashku bashkë me mashtin dhe me qeverinë besoj jemi duke punuar këtyre ditëve në komisione që përfundimisht t'i japim fund kërkesës së mësimdhënësve të realizojmë atë është fjala për ligjin për vitet e 90-ta. Mësuesi i ka punët më mirë tani dhe unë apeloj nga kjo studio edhe pse është atmosferë feste të gjithë kolegët tonë që të arrujmë imunitetin, po edhe të shtojmë angazhimet për një cilësi edhe më të madhe në arsimin tonë se këte ja kemi bërës edhe shtetit edhe fëmijëve që i mësojmë. Për këto 20 vite, zotri Bej, çfarë kujtoni? Cila është periudha ndoshta që nuk do të harroni asnjëherë në profesionin tuaj? Për këto 20 vite shumë me përfshin për një kohë shkurtër tash në përgjigjen, vetëm se është unë e krahasuar një periudhë aq të vështirë, po edhe të lavdishme, kur një periudhë gati 10 vjeçare i bëm ballë pushtetit serb okupues, edhe atëherë i tham jo plan programeve serbe. Atëherë u shkputëm, filloi shkputja nga Serbia okupatore. Filloi liria. Dhe ishte, besoj, shumë e rëndësishme që t'jesh pjesë e bankave shkollore në atë kohë. Ishte shumë më rëndësi, megjithse njerëzit mendojnë që atëherë nuk është punu, sepse motivi të nxënësit ishte i madh. Motivi i lirisë ishte i madh. Mësonin edhe më shumë. Dhe besoj që për këto 20 vite ju keni përcjell gjenerata dhe çdo herë sa që diskutohet, ndoshta edhe mes njerëzve flitet për ndryshimin e gjeneratave. Ju e keni vrejtur shumë, kemi ndryshuar për të mirë arsimtare apo për të keq? Çdo arsimtar i vjetër i ka përjetu sistemet ndryshme të arsimit. Unë kam përjetu sistemin e përparshëm, jam gjimnazist vet, pastaj u bëni reformë, reforma shuvare në atë kohë sistemi i arsimit të orientuar, kom përjetu atë kohë, bile unë i takoj komunës Deçanit, për herë parë në Deçan, Ferizaj dhe në Posavisht, mësa më kujtohet, ishte eksperimenta, ishte prove ati sistemi. I për gjithmonë reformat në arsim janë për cilë me vështërsi, zërë kapen. Mirë po, me gjithat u kriju në njësa profile, u kriju në drejtime që patën sukses. Po kjo gjenerata sot? Gjenerata sot, e mërim dhe gjeneratën e sotshme, unë kujtohet, si e thari ju në atë variantin C, për ODA, ne arsimtar, kësha marrë një shembull, unë e arsimtar e matematikës, me bo provim me shkrim, në një OD. Atër u detyruam që çdo nxënës me ja përgatit detyrat e veta. Ajo është e mirë, se nxënësit nuk kopjeshin, po ishte shumë vështirë me i korrizu, se secilit u dash kemi bo korrizimin. E ato i kemi kalu në ato trajnime, si të thush, kemi kalu në për ODA. Po. Edhe ato, normalisht, janë zbatu dhe tash. Gjithsesi se është fest, zonja Mimoza, dhe e dim që është zhvilluar, ka evoluar gjithçka, mirë po nuk mund të largohemi nga kjo studio për të folur për cilësinë në arsim. Jemi në momentin e mirë të cilësisë apo ngelet ende sfiduese kjo pjesë? Sigurisht, sistemi arsimit në vend është duke u riformatuar dhe çdo reformë e arsimit ka të mira dhe vështirësitë e tyre, siç na thonë edhe praktikat e mësimdhënësve vetë. Tani që jemi bashkë me mësimdhënësin e vitit, ku shpreh rastin t'i uroj dhe njëherë që është një motiv për të gjithë mësuesit që të vazhdojnë punën e tyre për të arritur synimin e përbashkët të gjithë neve dhe jo vetëm të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë si institucioni më i lartë në vend, mirë po i të gjithë sistemit të arsimit në vend. Sigurisht që cilësia asnjëherë nuk mund të arrihet duke synuar që të punohet vetëm në një anë. Çka do të thotë që ne jemi dëshmitar të gjitha fjalëve të mira, mirë po ndonjëherë dhe kritikave të cilat çdo herë adresohen në drejtim të mashtit.
Arritja e cilësisë bëhet vetëm atëherë kur ne kemi një bashkëpunim të mirëfillt edhe me prindrit, me mësimdhënësit dhe me nxënësit. Andaj, duke shfrytzuar këtë rast, unë do dëshiroja që të gjithë prindrit të jenë sa më bashkëpunues, edhe nxënësit dhe në bashkëpunim me mësimdhënësit që duhet çmuar lart punën e tyre, duke kujtuar dhe vështërsitë e tyre, duke kujtuar që çdo herë mësimdhënësit tanë janë barës të ideologjive për liri e pavarësi të vendit, nëse në situata të ndryshme, nxënësit sot duhet të jenë në gjendje të kuptojnë edhe ato vështërsi për synimin e përbashkët të gjithë neve për një arsim më cilësor. Ngelimi të cilësia është barë e rëndësishme për mësimdhënësit, i ngelet mësimdhënësve puna e cilësisë. Shpesh në për debate, zoti Ashari, kërkohet edhe nga prindërit bashkëpunimi dhe besoj që ekziston ky bashkëpunim, sepse janë fëmijët e tyre. Mirë po, puna më e rëndësishme është e mësimdhënësve. Zbashku gjithmonë këtë e din edhe mashti, sepse ne me mashtin kemi një bashkëpunim të mirë, sepse jemi partner edhe social, po edhe partner që kemi të njëjtin ide, njëjtin ideal për arsim sa më të mirë. Zbashku ka bërë detyrën e vetë dhe ta bëj. Ne në bashkëpunim me Gizin Gjerman jemi duke bërë fushat pozitive edhe tani rreth rezultateve të PISA, po edhe në angazhimin dhe mobilizimin e mësimdhënësve për punë edhe më të përkushtuar për ngritje të cilësisë, sepse unë po them mësimdhënësi edhe në vitet më të vështira e tregoj se është njeri i këtij nënqilli, se e don atë dheun dhe e tregoj me punë për kushtim, po edhe në ditët tona mësimdhënësi angazhohet mirë, po unë e kam thënë edhe si mësimdhënës që kam punuar një kohë gjatë, po edhe si përfaqësues i tyre sindikal, nuk guxojmë ta lëmë vetë mësimdhënësin, atë duhet ta mobilizojmë, por të gjithë bashkë duhet punojmë. Unë kam bindjen se kohëve të fundit jo për të emëruar tash, po ka edhe deklarata që e godasin personalitetin e mësuesit, kishte mas pisës e deklarata se nxënësit tonë nuk din të lexojnë dhe pastaj u tërhoqë e deklarat, ne edhe në takime po i lusim analistet me thojza dhe pa thojza që të mos nguten deklarata, mësimdhënësit duhet t'i jarojnë personalitetin, jo për te, jo për zbashkun, po mësimdhënësit me personalitet të lënduar, ka shih fëmijës dhe të tjerëve nuk shihet si mësues. Ne e dim dikur kemi pas ëndër që të bëhemi mësues dhe mësuesi për ne ka qenë, madje kemi menduar shpesh se mësuesit tanë nuk ushqehen si ne, se janë pak edhe me ato elementet mitike, si të mbi natyrshëm. Kjo na ka ndihmuar që në ato kushte të vështira, që e tha dhe kolegu, në kohët e okupimit, lehtësia më e madhe e mësimdhënësve ka shi okupimit aq të rënd, ka qenë se nxënësit kanë ditur se po vinë dhe na kanë ndihmuar shumë që të arrijmë bashkarisht. Ju besoni se nuk është respekti i njëjtë për profesionin e mësuesit? Ka rënë pak respekti i prindërve dhe i nxënësve ndaj mësuesit. Dhe kjo si pasojë e kujt? Ka shi të tjera. Nga se po them, në familjet tona me lehtësi flitet, mirët një mësues që ndoshta ka gabu pak dhe pastaj mbushen veshët e fëmijëve me fjalë që nuk duhet të flasim në sy fëmijëve. Unë po them, personalitetin e mësuesit duhet ta ruaj shoqënia, mashti po e ruan, sepse edhe ministrin deklaratat e tija kujdeset dhe edhe pas pisës, madje edhe të hujt e lavdëruan ministrin tonë që nuk doli me bombardu diken me ato fjalë, po ishte i qetë dhe tha se ne bashkarisht do ta përmirësojmë pisën 2018. Pra duhet mobilizimi përbashkët, por duhet të ruhet respekti ndaj mësuesit. Nuk është respekti i njëjtë arsimtar, a duhet edhe mësimdhënësi ta ruaj personalitetin e vet, apo duhet kujdesen të tjerës, si tha zoti Ashari? Desha them të kualiteti të mësuesi i mirë, gjithë në jemi përse brendë gjithë. Kur e regjistrojmë fëmijën në shkollë, dëshirojmë me zgjedh, me përgjedh mësuesin e mirë. Kur vje puna me bo respektin ndaj mësuesit, thonë që mësuesi i ka 20 orë në javë. Mjekes, por një pjesë e madhe edhe çakë intelektualëve kujtojnë që mësuesi i mirë bëhet vetëm me ato 20 orë. Nuk e din që për qatë orë duhet dy fishi i kohës. U bo mësuesi i mirë duhet me përcjellë krejt rrjedhat bashkëkohore të arsimit. Për shembull në Singapur suksesi tash i PISA-s. Juve ju ka zhvilluar PISA si mësimdhënës? Po me siguri na dhem, çdo mësuesi na dhem bajo, por Singapuri ka marrë plan program me prej Mbretërisë Bashkuar. I ka kombinu. Edhe ne në tashmen, në kara pak në befasi, merë me man në pizë jënë testu në nxënësit e klasëve të nëna, 15 vjeçare. Klasa 9 për mu ka qenë
ka qenë një farë pa maturie kur u formu klasa 9. I duke të ende eksperimentale? Ishim pa përgatitur për klasën 9. Nuk ishim arsimtar adekuat për klasën 9. Për dal nga dal, pikrisht të ta nxonca jena i testuar. Si ishim pak disi na zurin me pasi se Kosova ka edhe nxënës mirë, edhe mësues mirë, shumë bile. Ju jeni të kënaqur me kuadrot e reja që ne po i nxjerrim dhe jeni të kënaqur me kuadrot e reja që i kemi mësimdhënës, sepse kur ke fjalat e përgjedhja mësuesit kanë parë shumë nga prindrit që kërkojnë mësues të vjetër. Pse ky besim më i madh? Përmend edhe një herë, për shembull, përmendet shkolla normale. Përgatit të mësues dinë dhe miro vegla muziko krahas të tjerave. Mësuesi i mirë zë mund përgatit. Shoqënia duhet me investu shumë. Duhet me përgjigjet mësuesin e me kontrollu mësuesin. Duhet e me pagu. Përshtu sindikat, nuk ka mësues të mirë, pa pak të mirë. Ka pas hapa të mirë. Unë tash botnisht e falenderoj Hashim Thaqin atëherë kur na ngriti pagat, na boni një farë nivelit kënaqshëm ose dinjitos. Se ishim shumë poshtë. Filluan ato grevat atëherë na shishin për të madhe. Po edhe mësuesi ka fëmijë, me shkollu fëmijë vete. Po. Me jetu. Dua që pak të largohemi nga studio, sepse në vazhdim do të shohim një kronik të përgatitur nga kolegu Ahmeti, Ahmet Mahulli, që flet për sfidat që kanë mësuesit për të kryer punën e tyre. Personazhi i kësaj kronike është një mësuese i cila çdo ditë udhëton 28 kilometra për t'u dhënë mësim fëmijëve. E ndjekim bashkë. Kjo është mësuesja Rina Zekan nga Prishtina, e cila që në orët e hershme të mëngjesit niset për në shkollën fillore Teuta në fshatin Grashtic të Prishtinës, ku edhe jep mësim. Për të arritur në shkollën e fshatit, ajo çdo ditë udhëton me veturën e saj afro 14 kilometra një drejtim, derisa thot se pavarësisht sfidave, këtë profesion e ushtron me dëshirë dhe pa përtesë. Është shumë e rëndësishme, thot Rina, që një mësues të mundohet të jap kontribut për t'i edukuar nxënësit që janë ardhmëria jonë. Edu profesionin tim edhe nuk më pengon as pak udhëtimi për me jap kontributin tim si mësimdhënëse. Kështu që udhëtoj disa kilometra nga Prishtina, mirë po çdo gjë ja vlen kur në fund e krym profesionin ashtu siç duhet edhe me dinjitet. Mësimi fillon në orën 8:45. Përgatitjet sigurisht për shkollë, pastaj deri rruga derisa të vinë në shkollë normal që i ka disa kilometra. Mësuesja Zeka, teksa vazhdon rrugën për të shkuar në shkollën e fshatit Grashtic, thot se derisa në kohët e okupimit, mësimi mbahi në shtëpi shkolla me vështirësi dhe rreziqe. Tashmë gjërat kanë ndryshuar, ndërsa shton se për t'i edukuar fëmijët kërkohet mundë dhe sakrificë. Sigurisht që ka ndryshuar shumë se përpara siç e dim ka qenë shumë e vështirë që brezat e rinj të edukohen apo të arsimohen, ndërsa tani është shumë më e lehtë dhe sistemi i arsimit ka ndryshuar. Çdo gjë e kemi më të lehtë, kemi mjetet mësimore, kemi kushtet që na duhen për të zhvilluar një orë mësimi dhe gjitha këto. Kështu që tani sigurisht që është shumë më e lehtë se që ka qenë më përpara. Po sigurisht që don shumë angazhim, don shumë përkushtim, përgatitje, gjithashtu, në mënyrë që se ti faktikisht ke për të dalë para nxënësve dhe kemi ju mësu diçka, kështu që është shumë e rëndësishme me dhonë më të mirën prej vetës edhe të bësh përgatitje, sigurisht për çdo ditë, për atë si çka ke me shpjegu. Pas një rrugëtimi, Rina tashmë ka arritur në shkollën e fshatit, ku edhe do të kaloj një pjesë të ditës. Tash vetëm kemi mbërri në shkollë, tu është shkolla pra ku unë ushtroj profesionin e mësimdhënëses. Ishte një udhëtim shumë i mirë, pasi që tash mbasi mbërritëm në shkollë, kemi me fillu me procesin mësimor, me zhvillu procesin mësimor me fëmijët e klasës së parë. Është koha kur mësimdhënësit mblidhen në sallën e tyre për të diskutuar për çështjet mësimore.
Rina po bëhet gati për mësim. Pasi bën përgatitjet, fillon orën mësimore duke u shpjeguar nxënësve ditën e 7 marsit, ditën e mësuesit dhe rëndësinë që ka kjo datë. Ajo thot se po bëjnë përgatitjet që këtë datë ta shënojnë sa më mirë në mënyrë që fëmijëve t'u mbetet kujtim dhe të dinë ta çmojnë profesionin e mësuesit. Jemi duke i bërë përgatitjet e para për festën e 7 marsit, për ditën e mësuesit. Përgatitjet bëhen me nxënës, një program i vogël festiv, në mënyrë që të vedisohen edhe nxënësit për festën e 7 marsit, dhe sigurisht që kemi përgatitur pjesha, drama sigurisht të ndryshme në lidhje me festën e 7 marsit. Duke kujtuar këtë datë si një ngjarje me rëndësi kulturore e historike, Rina shton se nevojitet për krahje më e madhe institucionale. Rikthehemi në studio. Zonja Mimoza, pa një mësuese e cila udhton fatmirësisht me vetur, mirë po 28 kilometra. Në anën tjetër, ka edhe mësimdhënës të tjerë të cilët këtë rrugë e bëjnë në këmbë, në zonat rurale, ndoshta me vështirësi edhe të sezonës së dimrit, mirë po e realizojnë si profesion tyrin për majtë orë të mësimit në ato shkolla ku janë. Në anën tjetër, kur po flasim, arsimtari na tha që për një mësues të mirë duhet investim, Ministria e Arsimit ka pas disa trajnime për mësimdhënësit, sidomos për të aplikuar metodat e reja të mësimdhënies. Kemi arritur të kemi mësues të trajnuar për sistemin e ri ose kurrikulën e re në arsim? Po fitore është e vërtet kjo që e pam që mësimdhënësit tanë për të realizuar misionin e tyre të shenjtë të mësimdhënies, shpesh herë kalojnë sfida të mëdha dhe në përvështërsi të shumta ata arrin deri te nxënësit që të bartin informata dhe njohurit e përcaktuara për lënë të fushave të ndryshme. Mësimdhënësja që pam, ajo bën një rrugë 28 kilometra, ajo ishte pra me transport vetanak, mirë po ne kemi edhe mësimdhënësi që thatë edhe ju të cilët kalojnë në vështërsi të ndryshme, kemi mësimdhënës të cilët ballafaqohen me rreziqe të përditshme dhe jemi dëshmitar kur ata në për komunat të ndryshme të Kosovës sulmohen edhe ka qenë tendacak, madje sfidon edhe nga moti i vështirë dhe i ligë, vetëm që të arrin të plotësojnë misionin e tyre të shenjtë, andaj është edhe respekti i gjithë qytetarëve të Kosovës duhet të jetë në nivel më të lartë për mësimdhënësin tanë. Sigurisht që Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në vazhdimsi ofron trajnimet për të kualifikuar mësimdhënësit, ne pamë edhe mësuese në klasë, në një klasë e cila ishte e mbushur me punë kreative me nxënësit, sigurisht që mësuesit kanë kaluar deri tani në trajnime të ndryshme, të cilat atyre u kanë ofruar njohuri të reja se si të bëjë një punë interaktive dhe se si një lëndë mësimore të ketë sa më shumë kreativitet brenda saj. Ndërkaq tani masht është në proces të rikualifikimit të pedagogëve të cilët kanë qenë të përfshirë në sistemin arsimor dhe tani ata në proces të rikualifikimit pikërisht për lëndët të cilat nuk kanë qenë të përfshira në përgatitjet e tyre paraprake, siç është gjua shqipe, matematika, shkenca në të natyrës dhe të shoqërisë, dhe duhet të përmend që kanë mbaruar dhe rikualifikimi për të gjithë ata të cilët kanë qenë në shkollë të lartë, në tani të gjithë janë të rikualifikuar. Përveç këtyre, ne në vazhdimsi realizojmë edhe trajnime të ndryshme me mësimdhënës dhe seanca informative, lidhur me mbrojtjen ose parandalimin e dukurive negative, përdorimin e internetit në mënyrë të dobishme, të cilat janë dukuri që janë të pranishme jo vetëm në Kosovë, mirë po janë në trend, në rritje në të gjithë botë. Keni qenë pjesë të trajnimeve, arsimtar? Kam qenë në disa trajnime. Si keni pritur këto trajnime? Një arsimtari që është 20 vite në arsim, ka qenë e lehtë për të transformuar? Unë i takoj një natë vjetër të arsimtarit. Arsimtari për një kër i ka kalu të 30 vjetër është i trajnuar. Gjitha i ka kry. Thash, por ne trajnimet e kemi kry odo.
Dhe si ju kanë dukur? Gjitha metodat të reja. Edhe gjatë luftës kemi qenë arsimtar. Kemi pas të kryma ato. Po shpesherë në kanë ardhë një si e matë po kvalikumë se na më na matë si trajnimesh, po s'ka për na kemi qenë trajnumë, sidomos po flasë për arsimtarët e vjetër. E arsimtarët e ri kanë nevojë, ndoshta më shumë për ato trajnime, për përcjelljen e rrjedhave të reja. Ju si arsimtari vjetër mendoni që nxënësit sot janë më të ngarkuar, sepse këtë e dëgjojmë nga prindërit, po ngarkuan shumë me këtë kurikull? Unë po flas doni pa i shoh çontat e ngarkuar, ka ngarkuar pak shumë. Pak si shumë i ka ngarkuar ato çonta. Kjo ngarkesa sjell librat me qenë më kvalitet edhe më të lehta, po edhe më kvalitet, edhe më të përshtatshme pak me fëmia me pas dëshirë me lexu. E dini një mes e vogël klapën në klasë 2 atje e kishin gjithë klapën, në arsimtari matematikë. Po. Gjysh tash ka kjo klapë, kuptonte si një pengesë, si një gardë, si një mur. Thash kjo s'është kur gjoja, ç'është çfarë asaj. Nuk ka nevojë me çik klapën në klasë 2 atje. Pak më vonë vjen matematika. Ka nevojë për mësime të vazhdueshme. Jeni bërë pishman ndonjëherë për profesionin? Ju pyes me njëherë mas çmimit, ndoshta nuk është pyetja. Sikur të kisha 2 jetë, nuk bëna pishman. Mirë shumë. Mision i shenjtë. Kjo do të ishte ndoshta që ta përmbledhim këtë bisedë. Çfarë ngjelet sfiduese për mësimdhënësit edhe cilat janë kërkesat në vazhdim të mësimdhënësve? Zotëria Ashari? Po, sfiduese është edhe kjo që e pamë në reportazh udhëtimi, sepse këta njerëz që udhëtojnë, qoftë me mjete vetanake, qoftë me autobus, meritojnë mbështetjen e shtetit, spaku me atë kërkesën tonë 70% të biletës. Sfiduese është dhe besoj që mu i marrë çdo ta përfundoj këtë sfidë, thash ligjin për vitet e 90-ta, sepse është duke u punuar nga 3 ministri dhe së bashku. Sfiduese është çdo mësimdhënësi që të angazhohet vazhdimisht për hir të gjeneratave që po vinë për ngritje të vazhdueshme të cilësisë. Dhe çfarë kërkoni nga mësimdhënësit? Nga mësimdhënësit unë kërkoj që të jenë unik në së bashku dhe të vazhdojnë me angazhimet, sepse populli thotë mirë nuk është mjaft kurrë. Domethënë i bëj apel edhe me 7 mars që të angazhohemi bashkarisht, ta bëjmë pjesën tonë të tyres në mënyrë që vitet e ardhshme, ditët e ardhshme të jenë edhe më të arritura dhe po them prapë që rezultatet qoftë kur i bëjmë testet kombëtare, qoftë ato vlerësimet e jashtme, ti kemi më të mira në mënyrë që të tregojmë se jemi për punë dhe dim të punojmë. Unë po them, krenohem që jam kryetar i mësimdhënësve të Kosovës, sepse shumica absolute janë dinjitaz dhe të përkushtuar dhe janë njerëz të mirë. Zonja Mimoza, për fund, sepse kemi vetëm 1 minutë, ngjelet ende profesioni dëshirueshëm mësimdhënia, bazuar në sistemin universitar, sepse besoj keni statistika edhe për fakultetin e edukimit, nuk do të flasim shumë me shifra, por vazhdojnë që ta dëshirojnë si profesion? Patjetër, edhe në universitetet publike në Kosovë, mirë po edhe në barcë të arsimit të lartë privat, edukimi është një degë shumë e kërkuar, një profil të cili vlerësohet ende, dhe ne në masht jemi duke synuar të promovojmë arsim cilësor gjithëpërfshirës me mësimdhënës profesional, me një etik të punës të cilët janë të gatshëm që të nxjerrin kuadro nxënës të ri, të cilët janë konkurrent me vendet e rajonit dhe përtej tyre. Mirë çfarë do doja, që të ftoj të gjithë që të respektojmë mësimdhënësit ashtu karshi natyrës së punës që ata kanë. Unë jam fëmijë mësimdhënësve të 2 prindrit, dhe gjithë jemi dëshmitar për vështërsi që ata kanë kaluar, prandaj e kërkojnë respektin e të gjithë neve. Edhe uroj që qytetarët e këtij vendi të jenë mirënjohës për gjithë mësimdhënësit, uroj që edhe ata të bëjnë punën e tyre më së miri, uroj ditën e mësuesit. Këtu po e përfundojmë këtë edicion të emisionit i Marsh, sepse do të kemi tani një transmetim të drejt për drejt Akademisë për epopejën e UÇK-s. Nesër do të jemi sërish së bashku. Tema do të jetë epopeja e UÇK-s, do të kemi lidhje të drejt për drejta pikërisht me natën e zjarreve, po ashtu edhe me koncertin atje, kështu që na ndiqni edhe nesër në ora 17:20. Mirëmbëjtje.